Gjykata e posaçme e shkallës së parë ka dënuar me 8 vite burg Shkëlzen Dacin, i akuzuar për trafikim të lëndëve narkotike në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal dhe për pjesëmarrje në organizatë kriminale. Në përfundim të gjykimit, gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët Alfred Konomi, Sokol Pasho dhe Miguel Alaska, vendosi deklarimin fajtor të pandeurit Shkëlzen Daci për kryerjen e veprave penale, trafikimi i lëndëve narkotike në bashkëpunim në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe grupi strukturuar kriminal. Gjykimi i kësaj çështje u zhvillua me rregullat e gjykimit të shkurtuar. Fillimisht ai u dënua me 12 vite, por përfitoi ulje prej 1/3 të dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Daci ishte një prej 28 personave të arrestuar në korrik të vitit 2021 në kuadër të operacionit Shpirti. Grupi i arrestuar ishte pjesë e një rrjeti kriminal në trafikimin e lëndëve narkotike. Shkëlzen Daci do të vuajë dënimin në burgun e sigurisë së lartë.